si që dini sot bëhet 1 muaj nga seanca e parë e Kuvendit të Kosovës, të cilën e kam thirrur me 15 prill në përputhje me kompetencat kushtetuese, por fatkeqësisht edhe pas 16 përpjekjesh nuk ka pasur rezultat në konstituimin e Kuvendit. Mos konstituimi i institucioneve mund t'i duket dikujt se dëmton vetëm politikan apo parti të caktuara, megjithatë, pasojat kryesore i bardh vendi ynë dhe të gjithë qytetarët tanë pa dallim. Kjo është edhe arsyeja pse në zbatim të kompetencave kushtetuese që i takojnë institucionit të presidencës, kam ftuar sot partitë kryesore politike apo bartësit e koalicioneve dhe pak më vonë do ta kem edhe takimin me partitë e komuniteteve jo shumicë për të diskutuar rrugën përpara sa i përket konstituimit të Kuvendit. Kushtetuta e Kosovës ndër parimet themelore parashes se parimi i ndarjes së pushteteve apo parimi i kontrollit dhe balancit ndër vlerat dhe parakushtet të funksionimit të institucioneve dhe një ndër shtyllat që parashihet aty është edhe legislativi. Në situatën aktuale me mungesën e kuvendit funksional, por rrezikohet ky parim kushtetues. Prandaj edhe sot në takimin e parë kam inkurajuar liderët e partive politike që në funksion të realizimit të këtij parimi kushtetues të gjejnë zgjidhje të përbashkët për konstituimin e Kuvendit, që përveç se do të siguronte funksionimin kushtetues të institucioneve, po ashtu do të hapte rrugë edhe për krijimin e qeverisë së re. Në këtë takim, fillimisht janë ftuar, siç e përmenda, subjektet kryesore parlamentare apo bartësit e koalicioneve, dhe më vonë do të takoj edhe liderët e partive të komuniteteve jo shumicë dhe pastaj edhe bazuar në kërkesat që vijnë do të takojmë edhe liderë të tjerë. Më lejoni të sqaroj se ky është vetëm takimi i parë dhe natyrisht nëse shihet e nevojshme nga java tjetër do të takoj edhe liderët e partive individualisht për të vazhduar pastaj edhe me formate të tjera sipas nevojës. Po ashtu sa për sqarim, këto nuk janë konsultime për krijimin e qeverisë së re, me që siç e dini këto ekskluzivisht i takojnë negociatave ndërmjet partive politike dhe institucioni i presidencës nuk është institucion që përfaqëson ndonjë parti, por përkundrazi. Pra diskutimet e sotme, s'paku nga ana ime, kanë qenë të fokusuara në tërësi tek çështja e konstituimit të Kuvendit si një ndër shtyllat kryesore të funksionimit kushtetues të vendit tonë. Çfarë kam përmendur gjatë takimit e që dua ta them edhe sot është që disa prej pasojave me të cilat po ballafaqohet vendi ynë dhe qytetarët tanë nga mos konstituimi i Kuvendit përfshin zvarritjen e panevojshme të procesit të disbursimit të mjeteve financiare nga plani rritjes BE-s, llogariteni diku afër 900 milion euro. Do të ishte përfitimi i Republikës së Kosovës, sikur Kuvendi i Republikës së Kosovës ta ratifikonte instrumentin apo marrëveshjen mes Kosovës dhe BE-s për disbursimin e këtyre mjeteve. Disbursimi i parë është në vlerën prej 61.2 milion euro, kurse përfitimi total i Republikës së Kosovës shkon afër 900 milion euro, që në fakt e bën Kosovën për kapita vendin me përfitimin më të madh nga projektet e Bashkimit Evropian, të cilat sa i përket planit të rritjes nuk preken nga masat e BE-s, pra menjëherë do të ishte përfitimi dhe jashtëzakonshëm do të ishte përfitimi i vendit tonë dhe i qytetarëve tonë. Pastaj dëmet tjera përfshin zvarritjen e panevojshme të proceseve që do të mund të qonin tek antarësimi qoftë në organizata, qoftë në iniciativa të tjera të natyrës ndërkombëtare, zvarritjen e miratimit të ligjeve, të cilat janë të domosdoshme për ecjen përpara të vendit tonë dhe mbrojtjen e interesave të qytetarëve. Pastaj është edhe dëmtimi besimit të qytetarëve në institucione, një prej prerogativave kryesore që e forcon demokracinë në vend, por edhe dëmtimi i imazhit të shtetit tonë ndërkombëtarisht. Tani unë dua që në fakt i përgëzoj të gjithë liderët pjesëmarrës për qasjen e tyre konstruktive përgjatë këtij takimi, sado që kishin qëndrime të ndryshme në shumicën ndërmuese të temave, siç e dini edhe ju vetë, megjithatë me një qasje konstruktive dhe secili prej tyre treguan vullnet të mirë që të gjendet një zgjidhje përpara që të konstituohet Kuvendi sa më parë dhe të kemi një legjislativ funksional. Nëse mund ta them kështu, ekziston një disponim minimal, i cili jam e bindur që do të rritet me kalimin e kohës, e cila shpresoj shumë nuk do të jetë shumë kohë e gjatë. Por
Çka ka dëshmuar takimi sotëm është se dialogu politik, dialogu konstruktiv, dialogu bazuar në parimin e respektit të ndërsjellë është i domosdoshëm. Është i domosdoshëm për vendin tonë, është i domosdoshëm për institucionet, është i domosdoshëm që të shihet dhe të ndihet nga qytetarët tanë, dhe është i domosdoshëm edhe për imazhin që e krijon Kosova botërisht, pra në arenën ndërkombëtare. E dyta, me qenë se ka interpretime të ndryshme dhe rreth procedurave dhe rreth parimeve politike që duhet të respektohen në rrugën përpara, diskutuam edhe për zbrazësirat kushtetuese që kanë mbetur nga gjykimi i gjykatës kushtetuese i vitit 2014. Siç e dini, aja gjykim nuk ka përcaktuar ndonjë afat kohor për proceset sa i përket konstituimit të kuvendit, dhe ka gjëra që janë sqaruar shumë mirë, ka gjëra që tani janë subjekti interpretimeve të ndryshme. Si presidente kam shpreh gatishmërinë pas diskutimeve me liderët në këtë takim të parë, që të shohim rrugën përpara nëse është e nevojshme. Megjithatë, për momentin mendoj që duhet të vazhdojmë përpjekjet për krijimin e institucioneve me vetë vullnetin e partive politike, por nëse kjo zvarritet shumë deri në përmasa që edhe më shumë dëmtohet interesi i vendit, janë disa opsione. Një opsion është që vetë deputetët ta shfrytëzojnë këtë të drejtë që u jap neni 113 i kushtetutës. Deri tani OAK-ja ka kontestuar një vendim, por që lidhet drejt për së drejti vetëm me formën e votimit, jo domosdoshmërisht për procese tjera. Mënyra tjetër është që unë si presidente e Republikës të shfrytëzoj prerogativat kushtetuese dhe t'i drejtohem gjykatës kushtetuese. Sot ajo çfarë kam shprehur para liderëve është që nëse do të kishte pajtim edhe nga ana e tyre, unë nuk kam ndonjë problem që ta dërgoj këtë çështje në gjykatën kushtetuese, nuk pat ndonjë kundërshtim nga asnjëri prej tyre. Megjithatë, ne do të presim nëse ditët në vijim do të rezultojnë me marrëveshje politike ose arritje të një marrëveshje më të gjerë për konstituimin e kuvendit, para se të procedojmë me diçka të tillë nga institucioni i presidentës. Natyrisht se si do të veprojnë deputetët, unë nuk mund të komentoj për momentin. Pra, takimet do të vazhdojnë, diskutimet do të vazhdojnë, dialogu politik është i domosdoshëm edhe për ta tensionuar, do të thoja, situatën politike në vend, sepse vetëm kështu arrihet edhe konstituimi i institucioneve dhe stabiliteti politik në vend, siç e kemi parë edhe në të kaluarën. Shumica prej jush i keni përcjell zhvillimet politike në Kosovë që një kohë të gjatë. Kurse sa i përket involvimit gjykatës kushtetuese, si presidente pra kam shprehur gatishmërinë, nuk ka pasur ndonjë kundërshti nga partitë që të shfrytëzohet një kompetencë e tillë, mirë po do të shohim nëse ditët në vijim partitë politike do të arrijnë ndonjë pajtim sa i përket konstituimit të kuvendit. Pra, deri këtu jemi për momentin, tani e kemi pas pak takimin me komunitetet jo shumicë, por për atë takim do t'ju njoftojmë ndërkohë nëpërmjet zyrës tonë për media, kurse për takimet nga java e ardhshme tutje, pastaj për secilin prej tyre do të njoftoheni për rezultatet. Nuk ka pasur ndonjë kundërshti nga partitë që të shfrytëzohet një kompetencë sa i përket konstituimit të kuvendit. Pra, deri këtu jemi për momentin, tani